Gjungjatjeta të nderuar, sot është ditë e diel 24 maj viti 2026. Ditë vikendi, shpresoj të keni kaluar mirë, të keni pushuar mirë, shpresoj gjithashtu të keni dëgjuar videon të cilën e bëra mbrëm dhe e ripostova sot, ku kërkova që me patjetër të dëgjoni, sepse është ndër videot më të mira që ka mujt me e bo deri më tani. Kur them më të mira, me një përmbajtje serioze, shumë të rëndësishme, të cilën do të dëgjojnë shqiptarët. Video në të cilën është trajtuar gjendja e rënd psikologjike e shqiptarëve sot. Gjendja histerike që e ka kapluar popullin shqiptar. Polarizimet e skajshme në përmasa ku rivalitetet politike dhe ideologjike janë shndruar në armiqësi midis bloqeve shqiptare sot gjithandej ku jetojnë në botë. Pra është arrit një gjendje katrahure shumë e rrezikshme midis shqiptarëve, sa më nuk ka nevojë për ndonjë ndërhyrje armiqësore nga jashtë. Mjafton kjo situatë e tanishme. Nëse nuk e keni dëgjuar, ju porosis edhe nga këto që ta përcjellni, sepse është shumë e rëndësishme, dohet ta shpërndani dhe dohet ti përmbaheni atyre materialeve të cilat janë cek aty. Sidomos fundit të videos ku kam shtruar disa këshilla, më lejonin të them, disa sugjerime se si dohet të gjithë ne, individ, e pastaj individ si pjesë përbërëse të shoqërisë të i kalojmë atë gjendje. Si dohet dhe çka dohet të veprojmë që të themi stop armiqve të hapur dhe të heshtur, të cilët veprojnë hapur dhe heshtur për ta sjellë shqiptarizmën në këtë gjendje që shikuar historikisht nuk mbaj mend të jetë polarizuar kaq shumë hemisfera shqiptare. Nuk mbaj mend të kem lexuar diçka ku armiqësitë ndër shqiptare kanë qenë më të mëdha se që janë tani. Përcjelleni videon dhe përcjelleni me vëmendje. Po i kthehem temës së sotshme. Nga dje, miq të dashur, është duke qarkulluar një dokument i marrëveshjes mes Teheranit dhe Washingtonit. Këtë temë do ta trajtoj sot. Nëse dikush pret spektakle gjatë shpjegimit këto me fjali të mëdhaja, i mshoj bomba atomike andej këndej, mos t'ja nis me shyr videon heq, sepse në këtë video ka analizë objektive, analizë e qëndruar, e përqëndruar mbi fakte të prekshme, të cilat janë duke u po mendoj ditëve të fundit. 18 video i kam bë të rrafshave të tjera. Politika amerikane, ndërkombëtare, nuk kam fol për Iranin. I kam bë edhe 12 live të tjera që i bje diko 30 video unë nuk kam fol për Iranin. Tash pak me sarkazëm, ata të cilët më cilësonin se jam një iranofil dhe jam një amerikofob dhe flas vetëm për Iranin, ju kërkoj falje atyre gojfliqurve, që ju kërkoj falje që tani kanë mbet të zhgënjur nga ato të cilat i spekulonin dhe shpifnin me ato fjalë. Dokumenti që qarkullon në lidhje me marrëveshjen e mundshme midis Teheranit, përveç tjerave, ka zbuluar një hendek të madh midis objektivave shumë të larta të SHBA-ve dhe Izraelit, të cilat objektiva i shpallën në fillim të luftës kundër Iranit dhe në fakt realitetit që ka prodhuar lufta.
hendeku është aq i madh sa ta merr mendja se deklaratat amerikane nuk vinin nga shtëpia e bardhë, nga State Department, nga administrata e Donald Trump dhe nga ai personalisht, por vinin nga ndonjë njeri i cili nuk e njeh as Iranin, as lindjen e mesme, as rrjedhën historike të ngjarjeve atje, po vinin nga dikush të cilat nuk i njeh ato situata. Sipas portalit Axios, të cilin e përcjellim me vëmendje, sidomos në lidhje me ngjarjet në lindjen e mesme, aty një zyrtar amerikan ka deklaruar sot se SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshjeje të përkohshme për zgjatjen e armëpushimit deri edhe në 60 ditë të tjera. Marrëveshja, sipas Axios, që e citon zyrtarin e lartë amerikan, përfshin rihapjen e ngushticës së Hormuzit, lejimin e Iranit për të eksportuar naftë, si dhe paralelisht me këtë nisjen e një procesi negociues për programin bërthamor të Iranit. Që në start e them, megjithëse që e kam parapat të them më poshtë, kjo marrëveshje që po bëhet përpjekje të arrihet është një marrëveshje me e kthye situatën në pikën zero para luftës së Iranit. Do me thonë, një marrëveshje e imponuar nga dinamikat të parapara nga shtëpia e bardhë. Shtëpia e bardhë, Donald Trump, u detyrua që ta dëgjoj zërin e Iranit, ti merr parasysh kushtet të cilat i imponon Irani dhe të ulen nëpërmes ndërmjetësit të tyre Pakistanit të shkruajnë një marrëveshje, e cila marrëveshje, sipas Marco Rubio, i cili gjendet për momentin në New Delhi të Indis, thot Marco Rubio se bota mund të gazohet në orët në vijim për arritjen e një marrëveshje, sidomos në lidhje me rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Shikoni ku ka ardhur puna. Do me thonë, krejt kjo luft, krejt kjo poter, krejt të ndërmjetësues harxhime në triliona dollar, IMF-ja, banka botërore, ekonomia, plehrat artificial, çka jo tjetër, do me thonë, trema e shashtrisje në për shtete e kombe të ndryshme, në fond erdhi puna që Marco Rubio ti thot botës se në orët në vijim priteni një lajm të gazueshëm të hapet ngushtica e Hormuzit. Do me thonë, të vihet në pikën një ditë para fillimit të luftës. Miq të dashur, tash, ajo që është duke ndodhur para syve tanë nuk është thjesht ma një armëpushim real midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Nuk është as fundi i një lufte që u zhvillua për gjatë 83 dite, duke llogaritur edhe kohën e qetësisë para shtrëngatës. Por kundrazi, mund të jetë një fillim i një faze edhe më të ndërlikuar të përplasjes së rendit botëror. Mund të jetë një heshtje para një fillimit të një lufte në të cilën kësaj radhe me domos do të detyrohen të kyçen vendet arabe të gjirit arabik aty dhe Turqia, për shkak të rreziqeve të mëdha të cilat i kanë kanosur këto vende. Për muaj të tërë, ne kemi dëgjuar kërcënime për shkatërrime totale, për shfarosjen e qytetërimit persian, për atë, kemi dëgjuar deklarata për dorëzim pa kushte, kemi dëgjuar analistë të tërë që parashikonin rrëzimin e regjimit iranian dhe se shahu do të kthehet aty dhe mohalifet të tjera. Por sot, në vend të kapitulimit, po shohim negociata të imponuara. Në vend të triumfit absolut që thirrej në te, po shohim kompromis. Dhe kjo neve na detyron ta shtrojmë pyetjen
e rëndësishme që do të dëgjoni edhe këto. Kush e ndryshoi lojën dhe kush e detyroi superfuqinë më të madhe të botës të ulet përsëri në tavolinën e bisedimeve. Pas kësaj marrëveshje të mundshme, unë mendoj se fshihen interesa kolosale që shtrihen nga Washingtoni deri në Teheran e deri në Pekin, nga Moska në Tel Aviv, nga Riyadhi në Abu Dhabi, nga Ankaraja në vendet e tjera të Afrikës dhe prekin edhe cepet e Oqeanit Atlantik në brigjet e Amerikës Jugore. Pra, miq, kjo nuk është vetëm histori e raketave dhe bombardimeve. Kjo është një histori e naftës, është një histori e ngushticës së Hormuzit, arteria kryesore e ekonomisë botërore. Është histori e triliona dollarëve të harxuar deri më tani në mënyrë të panevojshme dhe të çmendur. Është histori e korridoreve tregtare dhe natyrisht e betejës për kontrollin e shekullit 21. Kina kërkon stabilitet për ekonominë e saj, që do të shpjegoj në minutat në vazhdim se cilin shtet veç e veç çka ka humbur dhe çka ka fituar nga kjo marrëveshje e mundshme. Kina kërkon stabilitet për ekonominë e saj, Rusia kërkon mbijetesën e aleatit të saj strategjik, Iranit, Izraeli ka frikë se po jepet kohë Iranit që të rimëkëmbët dhe të bëhet sërish armiku dhe rreziku potencial për ekzistencën e Izraelit, ndërsa në përgjithësi vendet arabe të gjirit po përballen si asnjëherë më parë me pyetjen ekzistenciale, se a kanë fuqi ta mbrojnë vetveten më në rast se në të nesërmen, në të ardhmen, Irani për çfarë do arsye nis luftë frontale kundër vendeve arabe, të cilat kanë harxuar me triliona e triliona dollar të ble armatim dhe me triliona e triliona dollar të tjerë që i kanë paguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës si kompenzim për mbrojtjen e atyre vendeve nga çfarëdo sulmi që ju vije nga jashtë. Pra, atë që dua ta shtrojmë këto është sa duhet të paguajnë këto vende edhe më tutje për sigurinë e tyre dhe a mund ta blejnë vërtet më sigurinë e tyre vetëm me para, apo do të detyrohen, sidomos Arabia Saudite, regjimi i Arabisë Saudite, i cili ka qenë më i zëshmi për shkak të rrymës vehabiste, të cilën e ka promovuar për dekada, ka qenë më i zëshmi regjim kundër Iranit që në ummetin islam, në 1.5 a 1.7 a 2 miliard musliman të krijon një atmosferë armiqësore midis botës sunite dhe botës shiite, sikur të kishte qenë, a unë po shoh se pas kështë qenë, një paralajmërim për më shumë se 20 vjet të rumpetim dhe fryrje e balonit që të vije deri në këtë ditë dhe të sulmohet Irani kaq barbarisht nga Amerika, nga Izraeli dhe të ndihmohet me logjistik, me hapësirë gjeografike, me baza ushtarake amerikane aty nga vendet arabe të gjirit persik. Pra, kjo është arsyeja, unë mendoj pse vendet arabe tani më shpresojnë në një marrëveshje diplomatike e cila mund të jetë fillimi i një shpresë reale për qetësimin e gjakrave dhe të ujrave në gjirin persik. Sonte këto me ju, me izën e Zotit në minutat sa i kemi, do të hymë kapak edhe në prapaskena që shumica e medjave nuk dëshirojnë të shpjegojnë së paku në momentin e tanishëm. Pyetja, apo dorëzohet vërtet Amerika apo jo? Apo ndryshon strategji Amerika apo jo?
apo fiton vërtet Irani, apo po hyn në një kurth afagjat që është duke i përgatitur Izraeli, Amerika dhe shtetet arabe të gjirit arabik. Çfarë roli ka luajtur Kina dhe Rusia në këtë proces? Janë pyetje të cilat do t'i trajtojmë së bashku. Dhe mbi të gjitha, është e rëndësishme, kush do ta paguaj faturën e kësaj lufte dhe të këtij armpushimi? Sepse, e dini dhe ju sa edhe une, në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare miq të dashur, luftrat nuk përfundojnë kur heshtin armët. E dini ju këto, a? S'ka nevojë me javë përsërit, po që po e përsëris. Luftrat përfundojnë saktësisht kur njëra palë pranon të paguaj çmimin politik, ekonomik dhe strategjik të paqes. Pyetja, pra, e rëndësishme është, nëse jo të rëndice, a po shohim fundin e një lufte në të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës u detyruan ta dëgjojnë Iranin, Rusin dhe Kinën, apo vetëm po hyjmë në një armpushim, në një pushim para stuhisë së llahtarshme që po e pret lindjen e mesme dhe botën në përgjithësi. Gjatë këtyre orëve të fundit, përderisa po përgatitesha për ta bërë këtë video, janë shtuar shumë deklaratat e zyrtarëve të lartë që flasin konkretisht për negociatat e palëve të ndërmjetësuara nga Pakistani. Washingtoni shihet në ato deklarata se ka shprehur kënaqësinë me rezultatet e arritura pas bisedimeve të vështira, shumë të vështira dhe indirekte me ndërmjetësimin e Pakistanit, të cilat kanë kaluar në përfaza bllokimi dhe pothuajse dështuan plotësisht për shkak të hezitimit dhe refuzimit iranian për të rikthyer në negociatat e Islamabadit që filluan në prill me arsyetimin se gjuha e Donald Trump dhe qëndrimet e administratës Trump janë të papranueshme për Teheranin zyrtar. Teherani po i thet këtë fjalë. Një nga deklaratat e fundit është ajo që e përmenda në fillim të videos e Marco Rubios, kur tha se mundësia që bota të ndëgjoj lajme të mira brenda orëve të ardhshme, veçanërisht për ngushticën e Hormuzit, është e madhe. Priteni si hariqin së shpejti. Si hariq, me e hap ngushticën e Hormuzit, që ka qenë e hapur ngushtica e Hormuzit edhe para luftës. Cilat janë pikat kryesore të këtij bandi, këtij projekt marrëveshje që është vënë në tavolinën e Islamabadit dhe herë gjuhet ka Washingtoni zyrtar e herë nga Teherani. Marrëveshja miq parashikon në nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi të përkohshëm në afat 60 ditor, i cili mund të zgjatet. Thash në fillim të videos, mos ta përsëriti më. Ata të cilët presin spektakle me bomba bërthamore, atomike, kneje, këndej, analiza për klikime, mos të harxojnë kohë me e shikue këtë video dhe videot e tjera të mia. Por ata të cilët janë të interesuar që të mësojnë realitetin e asaj që ndodh në botë, të bazuar në fakte, në analiza, në periodik, në studime serioze të ekspertëve më të njohur të botës për çështjet të cilat i trajtoj, unë mendoj se këto e keni adresën e duhur. Pra, marrëveshja e parë, kjo pika e parë e kësaj marrëveshje të këtij memorandumi mirëkuptimi parashe një 60 ditë me u zgjatën armpushimi. Hormuzi 2, Hormuzi do të mbetet i hapur pa tarifa, ku Irani do të angazhohet të largoj këto mina detare
duke refuzuar Teherani zyrtar anijet e huaja që u morën vesh në Londër, 42 shtete që ka edhe Kosova aty, të shkojnë aty për me i hek minat dhe mu akomodue sërish në lindjen e mesme, dhe natyrisht që Iranit të i pet e drejta e lundrimit të anijeve të saj dhe të miqve të saj pa u prekur dhe kontrolluar nga marina e Shteteve të Bashkuara atje. Në pyetje janë edhe portet dhe nafta iraniane. SBA në bazë të këtij memorandumi, mirëkuptimi, do të lehtësoj kufizimet drejt porteve iraniane, do të jepen përjashtime për disa anije të cilat Irani i cilëson të një rëndësie strategjike të veten, e kjo natyrisht pritet që të ndihmoj ekonominë iraniane dhe të stabilizoj tregjet botërore të energjisë. Përveç kësaj, një ndër pika që përmendet aty është lehtësimi i sanksioneve. Marrëveshja apo ky memorandum mirëkuptimi bazohet në parimin lehtësim i sanksioneve në këmbim të zbatimit të detyrimeve. Pra, heqja graduale e kufizimeve do të lidhet me shkallën e zbatimit nga Irani të masave në teren, veçanërisht në lidhje me sigurinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit tash është në pyetje, nuk është as Irani e as dikush tjetër. Ndërkohë, Teherani ka kërkuar me insistim heqjen e menjëhershme të sanksioneve, lirimin e fondeve të ngrira e jo pasi të nënshkruhet marrëveshja. Washingtoni në anën tjetër kërkon lëshime konkrete para çdo heqjeje të përhershme të sanksioneve. Dhe një ndër pikat që do të përmendet aty është edhe dosja bërthamore. Drafti parashikon që Irani të mos zhvilloj armë bërthamore, të hyjë në negociata për pezullimin e pasurimit të uraniumit, të reduktoj rezervat e uraniumit me pasurim të lartë. O miq, ata që i përcjellin videot e mia e dine kam shpjegue, që to shka është të i kërku ta SBA-ja nga Irani për dosjen bërthamore janë çështje të cilat në fakt janë nënshkruar në marrëveshjen bërthamore në vitin 2015 dhe ato i ka pranuar Irani. Në fakt ka fetva të Ali Khameneit që u vra nga aeroplanet amerikan dhe izraelit, ka fetva se Irani nuk do të posedoj bombë bërthamore, por programin bërthamor do të shfrytëzoj për synime për qëllime paqësore të zhvillimeve në mjeksi, në industri, në teknologji dhe të tjera. Burime të njohura diplomatike amerikane bëjnë të ditur gjithashtu se Teherani ka dhënë garanci verbale për fleksibilitet në këto pika të lartë përmendura. Në këmbim të negociatave për heqjen e sanksioneve dhe lirimin e aseteve menjëherë sante para orës 24. Një pikë tjetër që përmendet aty është SBA-ja do t'i rikthen forcat e veta në bazat amerikane të vendeve të arabe të gjirit, pasi që një pjesë e madhe e tyre janë detyruar të tërhiqen si rezultat i raketimit dhe bombardimeve amerikane. Forca që do të vendosen në rajon do të jenë për një periudhë të përkohshme, thuhet në draftin e këtij dokumenti. Çështja e tërheqjes së tyre përfundimisht do të diskutohet në një marrëveshje më të gjerë në të ardhmen. Pra, SBA-ja ka kërkuar që të bisedon me Iranin, pas të cilës është Kina natyrisht, edhe është Rusia, por në këtë rast Irani ka pranuar që të bisedon
që të ulen në të ardhmen dhe të negociojnë për kohën dhe mënyrën e tërheqjeve të bazave amerikane nga vendet arabe të gjirit. Imagjinoni çfarë shtresi e frike e çfarë tunçi e kanë hangër arabët, Arabia Saudite, Emiratet, Katari, Bahreini, Omani dhe qëto shtete. Një tjetër pikë që është duke u diskutuar është fronti libanes. Sipas informacioneve nga parapaskena diplomatike që mund të lexohen, lexohen në rreshtet e dokumenteve, në rreshtet e negociatave që po botohen në Axios dhe her pas her në The Wall Street Journal e në disa mediumet të tjera, marrëveshja do të përfshi edhe çështjen e Hizbullahut në Liban. Irani po thot, unë nuk do të nënshkruaj as një marrëveshje, sidomos nëse Hizbullahu, ekzistenca e Hizbullahut nuk dokumentohet në Liban dhe në jug të Libanit. Megjithëse që Izraeli e Gjumhazi, se djajni të i përcjell lajmet, e ka shndruar Libanin, mbi 30% të Libanit njëjtë si Gazën. Ka kohë, thash 30 video, nuk jam marrë fort me Iranin e me atë pjesë të botës, megjithëse që kam pas vallahi kërkesa të shumta pse s'po fol për Palestinën, pse s'po fol për atë, pse s'po foli se s'po mundet njeri me i bëhe ma shumë se një video, 2 video në ditë. Tash edhe me këtë punën e live-eve. Kaq po muj me arrit dhe elhamdulillah. Një zyrtar Amerikan ka thënë sot se Netanyahu ka shpreh shqetësimet më të mëdha prej se është kryeministër i Izraelit në lidhje me kërkesat e Iranit dhe lëshimet të cilat është duke i bë Donald Trump. Megjithatë, Washingtoni, sipas këtij zyrtari amerikan, i ka garantuar Netanyahu se çdo shkelje nga Hizbullahu do t'i lejohet më pastaj Izraelit, do t'i lejohet e drejta e reagimit sipas formulës qetësi në këmbim të qetësisë. Deri në çmas janë ulur objektivat e luftës. Pikat e kësaj marrëveshje në këtë draft tregojnë një ndryshim të madh në objektivat amerikane. Thash, pas 86 ditë lufte e cila pati nis me synime madhore, një rrëzimi i regjimit iranian, shkatërrimi i programit bërthamor, objektivat e tjera do të rrafshohen, sistemi raketor do të kthehet në kohën e gurit e të ngjashme. Tani këto objektiva janë reduktuar në rikthimin e situatës afërsisht aty ku ka qenën para luftës. Pika që lidhet me rihapjen e Hormuzit tregon qartë presionin e madh që ekonomia globale pasoi nga mbyllja e kësaj ngushtice. Dhe kjo krizë globale, krizë ekonomike globale, unë mendoj se ka qenë faktori kryesor që e ka detyruar Donald Trump të pranoj kushtet e Iranit dhe t'ja imponoj natyrisht, jam objektiv, edhe disa kushte të veta. Donald Trump filloi me i humb partneret, aleancat, aja shtu nuk i njofke, po u presh me krejt botën për shkak se Irani e mbylli ngushticën e Hormuzit. Dhe Irani në fillim pati deklaruar, e shkrova sot në murin tim në Facebook, se po Trumpi e nisi luftën, por përfundimi i saj do të jetë në dorën tonë. Ne do t'i tregojmë Teheranit, po menoj Trumpit dhe Netanyahut se çfarë gabimi katastrofik kanë bërë me rastin e sulmimit të Teheranit. Presioni global që është bërë mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, humbja e imazhit amerikan në botë, se çfarë i bëre botës,
e sidomos vizita e Trumpit tek Xi Jinpingu. Leje këto, po vizita spektakolare me një pritje super spektakolare të Putinit atje, para botës Trump ka dalën me ftyrë të murme. E ka hedh Shteten Amerikën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një pozit sa të shikohet nga miqet më të fuqishëm të botës, lekta, por edhe nga vende mesatare të diskutojnë dhe të mendojnë se a thua mbështetja ka që fuqishme, që i pas kishim bë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a javlen edhe në të ardhmen apo jo. Çfarë ndodh tash me programin raketor dhe programin bërthamor? Si pas një raporti nga State Department që ka dalë në Axios dhe e ka botuar edhe Reuters, zyrtar të lartë të sigurisë amerikane të Pentagonit flasin se Irani ende posedon me mira raketa supersonike. Raketa për të cilat Trump, bile Marco Rubio tekstualisht pa të thënë se ato ma nuk i disponon Irani. Një nga elementet pra më të rëndësishme të marrëveshjes është fakti se ajo e shtyen për më vonë zgjidhjen e çështjes bërthamore. Pra nuk të ka bo rafsh me tokë, nuk e paska kthy kështu, nuk e paska marrë kështu, por për të do të diskutohet në të ardhmen. Irani angazhohet të mos prodhoj armën bërthamore sipas fetvas së Ali Khameneit, të negocioj për nivelin e pasurimit të uraniumit, por që deri më tani ende nuk dihet se çfarë do të jetë në të ardhmen dhe çfarë është marrëveshja përfundimtare tani. The Wall Street Journal, po e përsëris edhe një herë, sikur Axios shkruan se vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se Irani zotron mira raketa balistike, po citoj tekstualisht Wall Street Journal, posedon kapacitete për të rikthyer në funksion platformat e lëshimit të atyre raketave, gjë që edhe kjo shkrim në Wall Street Journal tregon se bie ndesh me deklaratat e mëparshme të sekretarit të shtetit, sekretarit amerikan të mbrojtjes, Pat Hegseth. Ky, sikur se Marco Rubio, sikur se edhe Trump pa t'ju thonë se sistemi raketor iranian është praktikisht i shkatruar dhe nga aty më nuk mund të hidhen raketa. Zyrtar iranian insistojnë që infrastruktura bazë e programit bërthamor të vazhdoj të ekzistoj siç është, megjithëse pranojnë edhe ata se ka dëme të konsiderueshme, por që me ndihmën e partnerëve të tyre rus në programin bërthamor dhe me ndihmën e partnerëve të tyre kinez në programin e raketave supersonike, Irani për më pak se 60 ditë mund ta rikthej gjendjen e tyre sikur në kohën e paraluftës. Miq të dashur, sipas shumë analistëve, kjo marrëveshje që ta dini nuk përfaqëson ndonjë ndryshim të madh strategjik në qëndrimet e dy palëve. Ajo pasqyron më shumë një bindje të përbashkët të dyja palëve se vazhdimi i luftës është bërë tepër i kushtueshëm. Prandaj SBA mund të mjaftohet me rihapjen e Hormuzit, rikthimin e stabilitetit energjetik në botë, kthimin e situatës afërsisht në gjendjen e paraluftës. Ndërsa Irani mund të pranoj një marrëveshje të përkohshme që i jep frymarrje ekonomike dhe politike vendit, e që kjo do të thotë se marrëveshja nuk e mbyll konfliktin, por ajo thjesht e shtyen për
pak më vonë, duke lanë derën e hapur për një rund të ri përplasjesh, ndoshta edhe më të rrezikshme se deri më tani. Gjithsesi, analizë e gjithë kësaj të cilën e thash deri më tani. Miq, marrëveshja e mundshme, sipas mendimit tim tani, kjo është deri tash çka thash, çka po thuhet, çka ku mujt me pa në për media, mrena këtyre 24 orëve. Tash mendimi im, i ndërthurur nga njohurit paraprake, para lufte, gjatë lufte dhe ato të cilat po i shohim. Unë mendoj se marrëveshja e mundshme Iran-Sheba nuk duhet lexuar si një akt i thjesht diplomatik. Ajo është më tepër se një armpushim, por është më pak se një paqe reale. Është një formulë e ndërmjetme, e një kompromisit të përkohshëm, një lloj frymarrje ta quaj sërish strategjike për të dy palët që asnjëra prej tyre nuk arritën ta gjunjëzonin njëra tjetrën. Por as nuk mund të vazhdojnë më tutje përplasjen pa rrezikuar shpërthimin e gjithë rajonit, e sidomos Iran, ky Shebaja. Nuk mund të nuk mund të pranoj vazhdimin e luftës pa marrë në konsiderat frikën më të madhe në botë, e sidomos të Amerikanëve dhe hebrejve në botë, pa marrë në konsiderat edhe zhdukjen e mundshme gjeografikisht të Izraelit, sepse dokumente shumë të klasifikuara flasin se Irani qenkësh përgatitur që ta bëj atë të cilën ndoshta askush nuk do të dëshironte. Heqjen nga harta gjeografike e Izraelit nga atje, hedhjen e raketave supersonike me koka helmuese, ku edhe me dasht, edhe mos me pas luft, ma njerëzit nuk do të mund të jetonin aty. Drafti i përfolur, pra, si pas leximit tim, parashe zgjatjen e armpushimit për 60 ditë, rihapjen e ngushticës së Hormuzit, lejimin e Iranit për të shitur naft dhe fillimin e negociatave të programit bërthamor. Në anën tjetër, të dashur miq, Shebaja me i hek blokadat dhe me i lirue fondet e ngrira iraniane të cilat i kanë nën kontroll. Megjithatë, ky draft, kjo marrëveshje nuk i hjek shkaqet e konfliktit. Përse ka nis konflikti? Por vetëm i shtyn për një shpërthim të ardhshëm. Dhe kjo nuk është zgjidhje historike, por është menaxhim i krizës e cila është bërë kriza më e madhe në botë në 50 vjetët e fundit. Tekstualisht, bile shumë ma shumë se që pas kam ditë të paralajmëroj dhe të jap analizën time në ditët e para të luftës, se lufta kundër Iranit, në bazë të asaj qysh unë e kam pa përgatitjen e Iranit, në bazë të asaj qysh kam mujt me e njohur historinë persiane dhe të Iranit, raportet dhe betejën gjeokulturore arabo-iraniane dhe e treta anë edhe turke osmane, pastaj ngacmimi i Iranit nga bota arabe me bazat ushtarake aty, pastaj afrimi i Iranit aq shumë me Kinën dhe me Rusin, dhe megjithëse që kjo është detyruar të bie në preherin e Kinës dhe Rusis, Kina dhe Rusia kanë bërë strategji të thella që të ruajnë Iranin, e në rast se shkatërrohet Irani, ato do të preken shumë rënd politikisht, strategjikisht, ekonomikisht
dhe e ushtarakisht e në rafshet dhe tjera, duke i ditur të gjitha këto, unë kam thënë se sulmi i tanishëm që u bë atë botë mbi Iranin do të jetë katastrofik, së paku për të dyja palët. Çfarë është negociuar, e thash. Raportimet po flasin për një marrëveshje që ka 4 shtylla. Rihapja e Hormuzit, lehtësimi i sanksioneve dhe shitja e naftës iraniane, pezullimi i përshkallëzimit ushtarak dhe shtyrja e çështjes bërthamore për më vonë, që kjo është pika kulminante e fitores së Iranit. Pse shëbat tash, miq? Pse shëbat? U detyruan të pranojnë marrëveshjen. Shëbaja nuk hyn në këtë marrëveshje nga pozita e dobësisë absolute, por miq, as nga pozita e kufizimit strategjik që dëshiron t'ja imponoj Iranit. Me një anë mund ta quash fitimtare, në anën tjetër është kapsue disfat. Washingtoni tek e fundit e ka kuptuar se Irani nuk mund të mboshtet kurrë dhe lehtë pa një kosto kolosale. Sefte për ekonominë amerikane, për jetët e ushtarëve amerikan dhe natyrisht edhe kolosale për ekonominë botërore. Pra SHBA, miq, me këtë draft marrëveshje nuk po kërkon vetëm armëpushim, ajo po kërkon që ta fut Iranin në një kornizë kontrolli. Por problemi kryesor është se Irani nuk po pranon më të sillet si palë e mundur apo si palë të cilën ashtu e ka prezantuar Donald Trump para botës. Kjo është arsyeja pse marrëveshja është më shumë rezultat i lodhjes së dyanshme se sa i besimit të ndërsjellë. Po pse Irani, në anën tjetër, mund ta pranojë këtë marrëveshje? Irani, sipas mendimit tim, ka 3 arsye kryesore për ta pranuar marrëveshjen. E para, për të ruajtur fitoren e vet taktike. Cila është ajo? Nëse Hormuzi kthehet në kartë negociuese, atëherë Irani dëshmon se mund ta prek ekonominë globale së herë që kërcënohet ekzistencialisht. E ka lexuar më këtë Irani edhe e ka fut në agjendën e vet. Së dyti, për të fituar kohë, iranianët janë duke bërë kompromis për shumë çështje, edhe në çështje ekonomike e politike, por mbrojtja e të drejtave kombëtare mbetet sikur shahadeti për muslimanin dhe shahadeti i dytë mosbindja ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës tani më është tabluar, tani më është thelluar, ka vënë themele në mendësinë politike iraniane që ka reflektuar edhe te shumë kombe dhe shtete të tjera. Dhe së treti, Irani mund ta pranojë marrëveshjen për të shmangur rënimin ekonomik. Irani mund të ketë rezistuar ushtarakisht, mund të kishte me rezistuar edhe për një kohë ushtarakisht, e sidomos po të fillon të lufta toksore, por presioni ekonomik, blokada, goditjet dhe tensioni i brendshëm që veç ka filluar me u ngritën janë kosto reale të Iranit. Prandaj, Teherani nuk e sheh marrëveshjen si dorëzim, por e sheh si një ripozicionim për ta rikthyer veten në tavolinën e bisedimeve të ardhshme si një fuqi që vendos për vetveten dhe për rajonin. Izraeli, tash, shtetet dhe si e shohin çështjen e Iranit. Izraeli është faktori që mund të prish marrëveshjen. Asnjë marrëveshje SHBA-Iran nuk mund të kuptohet e pranohet pa Izraelin. Për Izraelin, çdo marrëveshje që nuk e dobëson Iranin në përmasa rrënjësore,
për të kthyer në pikën zero është dhurat kohë e Donald Trump që ja jep Teheranit zyrtar. Prandaj Izraeli qëtë marrëveshje është duke e pa si një përsëritje të gabimit vitit 2015 që e përmena pak më nalt. Domethënë një marrëveshje që e kufizon përkohësisht Iranin, por nuk e shkatron strukturën e fuqisë iraniane. Kjo ka krijuar një dilemë të madhe në Washington. SBA nga një anë ka nevojë për marrëveshje, për të shmangur luftën rajonale dhe për t'i mos i humbur arabët, të cilët kanë met aleatët kryesor të Amerikës pasi e ka humbën Evropën, dhe në anën tjetër nuk mund ta shpërfill përjetësisht dhe plotësisht Izraelin. SBA-ja, administrata e Donald Trump tash është në udhkryq, edhe është në gërshën. Nëse Izraeli e konsideron marrëveshjen të rrezikshme, ai mund ta shtyj për një sabotim, apo me ndonjë sabotim diplomatik, me ndonjë presion politik mbi Washingtonin, me veprime ushtarake të njëanshme nxitse të luftës, apo me përdorimin e kartës së Epstein sërish, për ta kthyer Donald Trumpin në ditët kur në ditët e para të luftës veç postoheshin foto të trishta të presidentit Amerikan. Atë botë vetëm si një biznismen me vajza do më thëmë pamje të trishta. Çfarë ka qenë roli i Pakistanit, pozita e Pakistanit? Një element shumë interesant kësaj radhe ka qenë roli i Pakistanit. Këto negociatat janë ndërmjetësuar nga Pakistani dhe udhëheqësit pakistanez janë përfshirë vazhdimisht në një aktivitet në përmes të cilit i kanë thënë botës muslimane se Pakistani është faktor, edhe nëse nuk është i pasur sa vendet arabe me naftë, edhe nëse nuk është numerikisht sa vendet arabe me naftë, është vendi më i fuqishëm që mund t'i luaj lojrat e mëdha në lindjen e mesme. Për te i këso, Pakistani i ka treguar edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës diçka, se marrëdhëniet e saj me Teheranin pas kishin qenë shumë më të thella, se është fuqia bërthamore muslimane dhe mund të jetë rrezik edhe për vendet perëndimore, dhe se ndërmjetësimi pakistanez aty i tregon botës se lindjen e mesme nuk e menaxhon më vetëm Washingtoni, apo Londra, apo Parisi, apo Moska dhe të gjitha së bashku, por po shfaqen ndërmjetësues të rinj, të cilët janë në gjendje ta binë situatën të ulen në tavolinë edhe për gjatë kohës së luftës armiqt e përbetuar, Izraeli, Amerika dhe Irani. Fitoria e Iranit në aspektin propagandistik, Irani këtë kome paraqit një marrëveshje si fitore, se lufta nuk përfundoi me dorëzimin e Iranit, se Hormuzi u shndrua në armë negociuese dhe do të jetë i joni përgjithmonë, se nafta iraniane mund të rikthehet dhe po rikthehet në treg, dhe SBA-ja pas kërcënimeve i pranoi kushtet të cilat ne si Iran ja kemi vendosur. A ka humb Amerika një pyetje? Unë mendoj po, por jo plotësisht. Amerika nuk humbi sepse ende i ka disa nga kartat kryesore në dorë. I ka sanksionet, e ka fuqin ushtarake, i ka aleancat me vendet rajonale të cilat i japin triliona dollar, e ka në dorë sistemin financiar ndërkombëtar, e kontrollon ende. Mirë po, në të njëjtën kohë, Amerika ka pasur një goditje të madhe në imazhin e saj. Nëse Trump kishte kërkuar dorëzimin pa kushte të regjimit të Iranit, e tani pranon marrëveshje me faza sipas propozimit iranian, kjo tregon uljen e tavanit strategjik amerikan. Miq,
Një ndër arsye tjera, të cilat e bëjnë Amerikën që pason disfat është edhe qëndrimi i vendeve evropiane që të mos bashkangjiten me Donald Trump, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën e tyre me Iranin. Po vendet arabe të gjirit janë ndër aktorët dhe vendet popujt më të shqetësuar dhe kanë arsye që të shqetësohen. Ato kanë frikë tani tutje nga Irani më shumë se që kanë pas deri më tani. Kanë frikë edhe nga blerja e armëve amerikane sepse nuk ju dashten. Kanë frikë nga mbajtja e bazave amerikane sepse asgjë nuk vlejten, përveç ndalimit të disa raketave supersonike dhe dronëve të cilat i hidhet te Irani drejt Izraelit. Por shumë pak nga raketat dhe dronet që janë hedhur nga Irani kanë mund të ndalin mbi qiellin e vendeve arabe të gjirit që destinacion i kishin bazat dhe rafinerit e naftës së vendeve arabe të gjirit. Meq, Kina ku këto? Kina, a ka fitue, a fiton, a humb me rastin e ndaljes së luftës apo arritjes së marrëveshjes? Çdo është pjesa, të them, më interesante. Nga të gjitha aktorët global, Kina mund të jetë, në leximin tim, përfituesja më e madhe ekonomike dhe në rrafshe të tjera. Pse? E para, nafta. Kina është blerësi kryesor i naftës iraniane. Sipas dokumenteve të State Department dhe të thesarit, afërsisht 90% e eksporteve të naftës iraniane përfundon në Kinë. Nëse Irani rikthehet lirshëm në treg, Kina siguron furnizimin më të madh, të rehatshëm, siguron çmimet stabile globale të energjisë, si dhe industria kineze fiton shumë nga energjia e siguruar së paku për 60 ditët e ardhshme. Kjo është arsyeja pse Pekini ka qenë shumë i interesuar për rihapjen e Hormuzit. Flitet se Xi Jinpingu ka insistuar në ato të cilat janë arritur tani me këtë drejt marrëveshje, por unë nuk i besoj kësaj. E dyta miq, në rastin e Kinës, Hormuzi. Kina është importuesi më i madh i energjisë në botë. Mbyllja e Hormuzit ka pas goditur drejt për det ekonominë kineze dhe ka pas ul importet e naftës në nivele pothuajse më të ulta në 26 vjetët e fundit. Në anën tjetër, ka penguar shumë edhe eksportet kineze. Mbyllja e Hormuzit ka shkaktuar miq dhjetra triliona dollar në botë. Sa drejt për shkak të naftës dhe plehrave artificial e gazit aty, sa edhe për shkak të çmontimit të rrugëve detare që ndodhi si rezultat i lëvizjes së anijeve nëpër destinacione të tjera. Nga ana tjetër, Kina ka fituar edhe prestigj diplomatik. E përmenda Xi Jinpingun. Kina mundohet tash edhe për konsum të brendshëm, por edhe në botë, ti thot botës se, sidomos në lindjet e mesme, e kur është në lindjet e mesme në vende pak të rëndësishme, shumë e fuqishme, sidomos në lindjet e mesme, problemet nuk mund të zgjidhen pa interferimin dhe pa dhënien e nënshkrimit të Kinës. Thjesht, Kina tani fiton naftë lirë, e ka fituar Hormuzin e hapur, fiton stabilitet ekonomik, rritje të prestigjit diplomatik, forcim të partneritetit me Iranin, se i thëtë që qysh kom një muhe dhe gjana të tjera. Po Rusia, ku qëndron tash çështja e Rusisë, Irani miq është një nga
partneret më të rëndësishëm strategjik të Rusisë, në lindjen e mesme, në Kaukaz, në Azinë Qendrore dhe në sfidimin e ndikimit amerikan. Moskës, Kremlinit zyrtar, nuk i interesante që Irani të rrëzohej apo të dobësohej rënd. Analistët rus vazhdimisht kanë botuar shkrime nëpër mediume të njohura ndërkombëtare, perëndimore dhe arabe, ku vënin në duke se lufta ka ekspozuar një problem serioz për Rusinë, dhe ajo është se a thua a është në gjendje që t'i jepte Iranit ndihmën ushtarake për më shumë se që prisnin iranianët, dhe se a është në gjendje Rusia ta mbrojë një aleat strategjik më kryesorin në botë në rast të sulmit. Nëse po, vendet të tjera orientojnë objektivat e tyre ka Kremlini dhe Moska për të kërkuar ndihmë. Dhe nëse nuk ka qenë në gjendje të ruaj Iranin si fuqien apo partnerin më strategjik të vet, atëre çfarë të kërkojnë vendet e tjera. Pra, me një anë, Rusia fiton nga marrëveshja e mundshme, me një anë humb. Paradoks, çka humb? Gjatë kësaj lufte miq, Kina e ka stabilizuar ekonominë e vet sikur dërdërtlyk, thojnë turqit. E ka stabilizuar shumë mirë, sepse ka shit naftë. Shumë ka shit naftë. E ngriti çmimin e naftës, sepse kjo nuk shit ke Irani, u blokua aty Emiratet e Arabia Saudite e Katari krejt, mbeti bota pa naftë, ja nisën me i shfryzue rezervat e tyre, ja nisi edhe Evropa me ble naftë edhe gaz. Donald Trump vnoj pamuk në vesh për do ko kishe s'podi, bile e porositi ndijem blej naftë prej Rusisë, do me ndodh katastrofa globale në prodhimin e produkteve ushqimore që India e furnizon një pjesë të madhe të botës, dhe kështu Rusia e forcoi ekonominë e saj, sipas disa analizave, ekonomikisht është kthyer në ditët e paraluftës me Ukrainën. Aq shumë naftë ka shit. Bile ka shenja se Rusia ka ble naftë edhe pej Iranit shumë lirë, në këmbim të një sigurimi e dhënies së raketave e programit bërthamor, dhe e ka shit naftën e Iranit andej ka Azia e largët me çmim pak më të shtrejtëse që e ka marrën nga Irani. Kina, pra, miq, po e përfundoj videon, është fituesja më e madhe ekonomike nga paqja që mund të arrihet. Irani është fituesi më i madh politik afaqshkurtër, Rusia është fituesja strategjike, ama vetëm nëse Irani mbijeton, por humbësi. Por nëse mbijeton Irani është fituese strategjike, por nëse humb ekonomikisht, nëse Irani dorëzohet dhe i bie në prehër fuqisë ushtarake amerikane, siç i kanë rënë të gjitha vendet tjera arabe. Prandaj, për Kremlinin, skenari ideal nuk është as luftë totale dhe as paqë totale. Me qenë Irani aq i fuqishëm sa ta sfidoj Amerikën, dhe në të njëjtën kohë me qenë Irani i nevojshëm për Rusinë, aq sa ka nevojë Rusia për Iranin. Deri në një analizë tjetër, mirëmbëjtje.